fundit vdes, Po flasim kështu në realitet. Mojnë shpresë, alo. E vetë një parti që ka pas një arsye me festu, ka qenë AAK-ja. Po, ka fitu, se ka qenë në një momentum që është befasues ka qenë me një momentum ko gjatë rrezikshëm për të ardhmen e partisë. Po. Edhe vetë një parti që e ka meritu me festu prom, ka qenë AAK-ja. Kam pas për çka? Edhe jo se 8% s'është ku me diçka, Po ju po ata në Minxhe kanë pas kalu progën. Po për AAK-n, duke pas se ndroi liderin, po. Duke pas parasysh të rriqën e Ramush Haradinaj, duke pas parasysh mu më ka pëlqy veprimi i Daut Haradinat mbrom shumë. Për arsye që jënë të e pa që është i nevojshëm ndryshimi brenda strukturave të brendshme të partisë, edhe është një plus shumë i madh me dorëzu mandatin, është një plus shumë i madh me i dhonë mundësi dikujt tjetër, edhe po besoj që ka qenë një shtytje shumë e madhe, e ka një elektorat të vetin që mbështesin, e ka një elektorat që i kanë... Po mirë, po edhe ata që ka ofrojnë, për shembull, më fal, që i ofrojnë si deputet, unë mendoj që ata deputet para se me u bu, duhet me bu diçka për partinë. Domethënë duhet me bu diçka për popullin. Jo me dalë si këpurdha pas shiut, mi pati... Pa dashur, unë nuk kam asnjë bindje politike, veç po do me Jo, ashtu në s'kom unë për të gjithë po tham. Çdo deputet që është në listën e aleancës. Po, jo aleancës, po flas në të gjitha partitë politike. Shumë këto partive kanë biznesmen, domethënë në listat e tyre, pra mjafton të kesh mundësi për me mbulu fushatën dhe hyn shumë lehtë në listat zgjedhore. Këta e kom pa, domethënë që një prej kriterëve është kjo, pra tjesh biznesmen. Edhe nuk kanë faj me një anën se e kanë pas vështirë që të zgjedhjet e fundit me i mush listat zgjedhore. U kanë vështirë se deputet Pedin